Top Albania Radio. She's on air. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe mua në fakt nuk po më pushon telefoni, se ka ca mesazhe aty dhe nga ana tjetër kemi unë dhe Livia të gjysmën tonë të guximshmit dhe kemi një lidhje direkte. Përshëndetje! Po ku jeni more? Përshëndetje! Si u kam? Ila Fashollari, ky është grupi të bucimit që se ke parë asnjëri të tënde. Unë Unë do vi ta shoh pas pak. Shifni tu se si e grupi sot. Iri, lutem, unë ndihmo pak. Jemi në Sport student. afër Steblevës, bora deri këtu. Të Sfilitu, duke ecur. Mendin e kemi vetëm Keshotoneri. Nuk e di nga janë futur të guximshmit këtë herë se internetin e pas keni grop sot. Po ta lloj Armelen aty? Armela, O sa qef të kam unë ty. Dhe sa Jam do Livia. Dhe sa do thoja kush është ajo vajza brune kaq e bukur. ose no, po si pas ka ikur Armela pa ty o? Po kështu bëjnë dështë kështu. Me rrallë e keni. Edhe ti do shkosh te guximshmit. Po atjetër, po Është atjetër. super eksperiencë. Nuk e lëshoj manushin. E po të dy nuk i linim dot. O ty do të mbanim këtu Armelën atje se të dy jo. Unë do t'i përshëndes guximshmit, po kam edhe i bet për Ed Manushin. Ha? O, prit se kemi një be për manushin. Për Manushin. Se no, fol se no. Ed Manushi te procesi në Big Brother unë kam imitu në media ke talent si Leo Messi, po me ta zonë vendin unë po du. Opa! Prit se s'ka marrë dhëllë. Në shumë programe ti e djes, detajisht. Në shumë Me programe testamentele, po t'jesh gat. Dura i sekond. Në shumë programe ti e pjesë, detajist i madh në look, i shoha në emision po ta marr në kthes, se tonë do na me hongër buk. Bravo Sino! Unë do thoja që të guximshmit sot, se no. Po, Ç'të kanë sot në krah, shi. Rizartën. Përshëndetje. je shumë i guxim shumë aty. Përshëndetje. Seno, Ç'të kanë tjetër, shi. Seno mos u përpiq kot se Manushin se mund dot. Unë Manushin do ta muj, po ju mos i tregoni kuj. Manush, Seno po qante për Armelën në backstage. Ua, Armela. Como Seno. Kemë vërtet nat. Këtu pas kemi dhe Kemi portafol, jurojmë fund bar. Dhe na sollet fat në këtë rrugtim sot. Mos harroni, të guximit, çdo të shtunë në orën 2, 10:45. 45. Ciao Ini Meçe. Ciao. Ju përshëndet në Basar restorant. Më sjellni një top bore. Jo, unë dua të them që përshëndesim Antonella. Kush Antonella jere? Se nuk shoh gjë. Antonella që ka shumë të me ne. Nuk është era dot në gjesë, se nuk është qarë. Gini. Manush ti nuk na ke marr. Manush ti nuk na ke marr vetëm Armel. U mbyll. U mbyll na ikën. Se na kishte marrë Antonellën. Dua t'ju bëj një rikujtesë që të guximshmit janë çdo të shtunë në orën 12:45 për të parë ato sfidat, aventurat e tyre. Kështu që tani rikthehemi pak në bazat tona. Po dhe se mos harroni gjithmonë në Top Channel. Po, patjetër në Top Channel, s'ka po tjetër. Të mbetemi pak tek ajo spoili që unë thash, atëherë Seno në backstage. Thënë të tregoj diçka që ti na thene në backstage. Atëherë Seno tha që nuk i beson fare të preferuarve Kristi. Shishi spushojnë këta. Ej, Seno tha që Kristin e mbajnë me hatër. Unë mendoj se Seno je xheloz për Kristin. Ku bazohesh ti që i thua këtë gjëra? Me hatër. Banorët me njëri tjetrin mbaj Kristin po thua? Ja, tash unë do ta them për Kristin. Janë disa situata që ai është me tamam e komplimentoj sepse është strateg i intrigave të dështuara. Dhe Seno nuk tha, dhe Seno nuk tha e mbajnë me hatër, të jemi aty. Prit, unë thasha strategi intrigave të dështuara. Do e lëm pak të Big Brotherin, se unë e di që ti ishe në Big Brother, po a do futemi çik te jeta jote ose no? Te jeta jame
Ashtë diçka që më ka thirrë edhe Eriona Ti ke Rusi. thënë që do bësh një Do libër. bëj libër, patjetër, sepse kam shumë e thonë, e kam dramë komedi, histori. Na tregu shumë pak, shumë pak. Se no, e di çam ka bërë përshtypje që the un kam 2 fëmijë, por nuk jam dashuruar asnjëherë. Ke ishte ironi për Brekenën. Okej. Se më bëri shumë përshtypje kjo, si mund të jesh Po, çfarë mendimi ke për dashuruar me ty? dashurum edhe e dashuroj me shpirt nënën e fëmijëve, sepse është vlerë. Ja, është- kjo jo është sa një gjë është shumë e nëna bukur. fëmijëve të mi, po është e zakonshme. Do na tregosh pak më shumë te kjo çfarë zhanri do jetë ky libri përveç se autobiografi. Bestseller, halal e haram unë ky jam. Libri mund të përfundojnë edhe me E kemi kështjellë titullin. kështejat. Po, halal e haram unë ky jam. Shumë i bukur. Pra, mua më pëlqen kjo shkëputja dhe futja direkte tek bota e librit, pastaj për treguar pak më shumë nga vetja. Mund të përfundojnë edhe të pështjellë kështejat, ha? Faqet e Po ja, Duke qenë se ke një Po. konsideratë shumë të madhe, shumë të mirë për nanën e fëmijëve. Tani si janë raportet? M'fal se shu drejt për drejt. Jo, raportet janë shumë mirë, sepse unë flas me fëmijë. Mi kom bilet gjatë kohës ishte interesante. Unë kur isha mbik, prindë mi ishin për vitri atje. Te fëmijët, te nana fëmijëve, kur më merr nana në telefon. Mos i dola, si më marrë djallë, tha, këtu na mojt, pe asoj të i qu lule, dhe me thënë, ishte i situatë. Por, ja, mirë. Është një respekt shumë i madh, domethënë. Ka një respekt. Jashtë në tana aspekte, domethënë, unë më kthyll 20 herë, 30 herë, 100 herë i gjanat mbrapsht. Unë i kam thënë edhe se po zgjatem pak tu. Tu bëj herë debat me nonën e fëmijëve. Ja çe ki bëti fëmijëve, ja çe ki lënë ti fëmijëve. I thosh kush i ka lënë fëmijëve më shumë te unë. Çfarë? I thosh a unë që i kam lënë non devotshme të rregullt apo ti që i ke lënë bab tralala, si puna jeme. Kjo Si do thonë ta këto- shohësh edhe këto do- pak në anën tjetër. Edhe këto Atë do botën ma- gjysmë bosh, gjysmë plot e keni. Ose no, po asnjë nga fëmijët nuk e ke në kujdestari, domethënë i kanë lënë Kam firmos, domethënë që nuk du me majton si janë disa situata kena shumë situata që ja step autorizimin për fëmija, po më të sigurt në botë, nuk kam vend se sa të nëna. Po partnerja jote ka vazhduar në një marrëdhënie tjetër? Po, ish partnerja, më fal. Me sa di unë, ja, është tip shumë i ftoftë, domethënë te kjo pjesë për momentin ja. E për këtë jam i Sa sigurt. kohë keni qenë ndar, fal se pyes. Faktikisht na jena ndo, ka një 4-5 vjet. Po thotë s'po flasim për jetën teme personale, po më zgjat me grep tani një gjë të shkurt. Shef se dve mua Po mirë, një pyetje pak më të thjeshtë. Zemra jote sot aktualisht është e hapur apo e mbyllur? Unë kam të hapun 4 kapaksh. Ka dy dritare Po hapur. përveç shtëpisë, jashtë saj, a ke dikë që Po të për intrigon Ellen, në pra. këto momente? Shiko. Për jashtë saj, jashtë shtëpisë. Po, tash po presim domethënë ju Elena, nëse kë jam në gjatë, do të më marrë drejtim tjetër. Mirë, Më kthin rotondën aty. Tani jashtë nuk po ta merr mendje njëri tjetër, jo? Për momentin jo. Jo. as Armela? Pra, Ja, me shoqja. Se no, Nuk ti ka po pret, shpresa për një ti rikthim pret ju Elën, me ish bashkëshorte. Kur mos thuj kur, por no. s'ma marr mend, ja. me pak fjalë. Ti pret ju Elën, ne nga ty çfarë duhet të presim? Ndonjë dashuri, flirt apo fokus tek vetja? Ta na ka pak. dhe unë them që se no, sa atë lokalin e aty në Bige kishe si pengun tënd, them që duhet të hapësh një lokal. Faleminderit për këtë që the, është një projekt edhe shumë shpejt do të jetë gati edhe ju ftoj do të jetë një podcast që do të bëhet aty në Banak me tema të ndryshme sipas personazheve që Plot janë. të risi. Po, Sa e s'ke si me i shpetu një nga deklaratat e tuja, ja borxheve tash. Po, borxhet më në gjallë, he? Duhet të bëj Luizi që ai ka borxhet e vet aty. Mesazhe sot. Ja se më thonë njëri mu, është tha bërki bërsh apo zhi. Po ti s'ke bërsh, i thosha, jo tha, po ti njëri kot më thash kush ti bërsh ty. Do të më kenë ndikush më thon bërsh. unë dua të bëj dhe një pyetje të fundit rreth Big Brother e nuk dua të vetë bëj më. Çat dush. Nëse Big Brother do ishte nesër finalja, kush mendon ti se do e fitonte ose kë doje ti? Po ato personazhe që unë dosha janë të dalë, po mendoj që Masuels, Të ishte nesër po po flasim. Masuels kisha dashur Malin. Malin. Po do të bëj edhe një pyetje tjetër klishe. Ti veten e konsideron fitues apo humbës të këtij edicioni? Unë faktikisht e kam qujt që mas shoshat deri në finale e kam qujt dështim, edhe mund ta quaj si dështim, sepse nuk lloj thosha as 10% asaj që unë mendoj që kam me dhënë.
Të garantoj që më të mirë nuk e merr fituesi shumë herë. E merr ti, unë besoj se je një djalë, një ish banor që ka marrë dhe merr shumë dashuri nga publiku dhe nga njerëzit, edhe kjo është një nga fitoret më të mëdha që mund. Kjo faktikisht është shumë e vërtet, edhe falenderoj që humbin Livia ashtu. Ka mundësi, por kam marrë mesazhe të jashtëzakonshme, i kam thyer përgjigje tanëve pothuajse. Tanëve, shpresoj mos kem harruar me këm, se mendova si po pritet njash, po tan më kanë përgëzuar dhe se di është një diçka një jashtëzakonshme. Mund s'më intereson, e kam thënë, s'më interesojnë lek. Ndoshta kam nevojë më shumë se tan, po. Mes dinamikave që ndodhin brenda shtëpisë, kush është një nga ato dinamikat që ti e mbështet edhe thua që kjo ja vlen dhe kjo do jetë jetë gjatë? Po dinamika që është brenda shtëpisë, mendoj që janë ato flirtet që mund zgjasin me i femën. Është një dinamike e bukur që edhe në publiku, batuten. Mendon se do ketë një çift midis Mateos dhe Brikenës? Po fillojnë ato shkëndijat e para? Çifte do të ketë, ato në mbollet tresh. Unë du një mendim për Brikenën në fakt. Brikenën se di më duket shumë falso. Po historia, do me thënë, Iliri duket goxha i lidhur goxha i lidhur me Stenaldon. Historia e Stenaldos, çfarë të la ty, se preku një publik të gjerë, historia e tij, mënyra se si është përballur me Stenaldo, do me thënë, është një djalë superior, edhe qysh në fillim s'do ta i mu trajtu sikur si me lmosh, sepse s'është për mu trajtu, për lmosh ishim tonë, në veç Stenaldos ishte aty për atë kapacitet që ka. Po varësi se dojnë me bëhë këta si humaniste, Brikena tjetër, dhe me thonë. Ta ha zemrën, falimnderës. Edhe Stenaldo, në momente që kam dashtë, në vite mu një nominim, unë parin kam dashtë me nominu Stenaldon, sepse është në lojtarët më superior, po dhe dyta për me respektu, sa i thjesht do të me pas si ton lojtarët tjerë. Unë e shif shallë më të fort se tonna. Po me këto kunatat, Greta dhe Selin, si e shikon këtë situatën që është krijuar mes tyre? Punë grash. Po kush i prish punë kujt në lojë? Mendoj që mendoj që lojë, po dite me varet se si e përdor lojën, por përdori për mirë, kemi rregullu punë. Po përdori për keq, kemi prish punë, po Selina ishte në kulmin e saj. Kështu që mendoj që Greta hini aty më shumë për një kudizave, për asigur me lani sinjale. Unë mendoj se Greta ka hyrë për veten e saj dhe jo për Selinin. Po s'po din me e bapër. Po është as për vete, as për kërkën. Sepse është bërë situata e tillë që po thonë që Greta është fut për Selinin, po t'ishte fut për Selinin, do i kishte dhënë shumë mesazhe Selinit që më shumë se aq. Mua më dha ato mesazhe ja dha Mateu, ja dha Stelina, ja dha të gjitha. Mua më dha sikur Asko personazhe tjera përveç Gres që të kishin ajo thjesht ka hi për një jashtë ideja. Të shko ta marrim në të dy anët. Kishte situatën e krijuar. Jo, ta marrim në të dy anët, Selini është futur si një balerin të gjitha këto. Dhe Greta hyri si një velin që ka qenë aktore, se ka bërë dhe film dhe nuk duhet ja mohojmë këto gjëra se thjesht po një jetë si kunata. Jetë artistike është diçka tjetër. Flasim në shtëpi, zhvillimin e lojës. Sepse që kur u fut, Greta u fut në mënyrën që ishte kunata, po nuk duhet futet si kunata, duhet futet për vlerat që ka Greta. Adim se u fut si kunata, sepse nuk e deklaruan, thonë njifena. Po ta kishin thënë ishte shumë në publik ajo. Ata përdoren si lojë. Unë më thashë që Selina Greta kanë përdorur si lojë. Publiku e dinte që Greta e kishte kunat Selini dhe Ledioni. Pastaj ato e kanë qenë të dy. Publiku e din fal Ledionit, po nëse goca thotë nuk du ta them, është muhabet tjetër. Ti loja zhvillohet brenda Nuk e di. Desit lutem, dua të pyes Senon, kush del të shtunën me që Iliri ka dalë midis Angelos, Gretës dhe Caseyt? Kush mendon ti? Angelos, Casey dhe Greta? Angelos e Greta. Ku mendon ti? Pse mendon këta një? 50-50. Se çfarë mendimi ke për Angelon se nuk të kam pyetur? Angelo, se di, faktikisht unë i krijova si grup i strukturuar rregjetike që janë njëta, domethënë. Të takojnë ty meritat po thua? Për atë grup që po, patjetër. Se unë i luftova dëshën me fut në film me një medaljon, po janë shumë situata që s'kan ka primin, po s'kan rëndësi kjo pjesë. Mendoj që Angelo është më i rrezikuar. Po romans nuk po krijon. Thjesht hapa një kot. Po ta marrim ashtu dhe Casey ka dalë shumë keq të publike dhe të gjithë nuk e duan, mund të dalë dhe Casey. Po Casey nuk është vetëm, a veti tretë aty. Kurse Angela vetëm. Po doli Casey ato të dyja janë kot. Mandej ti do thosh kur Casey, domethënë u ndola për
faj të kesit, mund të thojmë se për këtyre romanca si të dali kesi? Po i thash bro, unë kam puth kesin se deshta me hi pre, po të shmondën shumë me ishte kjo mimi. puthja e kesit, se kurioze jam. Si thash unë? Po a di që dola unë nominim, aja prezentu para, është prezentu para. Po. Dhe shikova komentet të faqa e Vigut. Mas e javë mrapa, vjen edhe Ina. E thash, edhe unë kam puth kesin, të shma jep një dhe mundësi tjetër të futem, ta bojmë aty paqamore. Me që kemi ardhur drejt fundit, unë jam shumë kurioze. Paka shumë mund ta di përgjigjen, po gjithsesi po të pyes. Me kënga ne këtu, unë ndjeve më komod. Me lidhje normal. Tana jeni të mira, por një veçanti. Ti sa erdhe? Faleminderit për lulet, sepse di ku shikon se ato lule po bëhen famshme. Por Shkodranët janë gjithmonë. Po duhet të themi që është edhe ajo teoria. Ina mëson më shumë. Është ajo ban intriga, kjo është tjetër tërdik. që shkodranët shkojnë shumë mirë me korçarët. Jo, e kanë me plonjë. Jo rremane. Po unë që jam lëshnjare dhe shoqen e ngushtë kam shkodrane dhe jeni vërtet shumë të mirë, shumë të ëmbël. Lum ne që kemi shoqëri me shkodrane. Duhet të theksojmë një gjë tani me që do qena damel. Qena damel. Dua të theksoj se nua kur erdhi tha ku e kam lidhjen, edhe deshte ne të ftuarin zakonisht i lëm vetëm këtu, po ti nuk doje të rje vetëm, doje me lidhjen, më fal. Normale që lidhjen do ketë preferuar. Duhet se këtë gjë. Nështë unë kur kam qenë jashtë mund të kem pas edhe periudhë depresionit, se të shkaluar për historia personale. Edhe di me thamë që emocionet që më ka dhënë Shkodra, Shkodran mu, ekipi vllaznis, për kem psikologu më i mirë, unë i du Shkodran. Nështë në situatat të ndryshme në jetë, mua shumë kam kalu mirë me qytete tjera, për probleme financiare tjetër, me Shkodran nështë kam pas në krisje. Po se dija, Shkodra më koma e gjallë. Jeni shumë të mirë. Ata mbylli me forca vllaznia. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha këtu me sytë e përlotur. Po, se no të bëm dyert për qarë sot. Janë lot mjesh edhe janë emocione të vërteta. Njerëzit e vërtetë shfaqin emocionet e tyre pa frikë. Shumë faleminderit edhe ti, ishte kënaqësi ta danim përsëri. Jeni shumë të mira. Këto ditë bashk dhe ju që po na ndiqni, do shihemi përsëri te njëjtën tjetër në She's on Air. Ju dërgojmë puthjen ala. Paqim.